Ако сте сигурни дека сакате да одиме на избори, додиме да се провериме. Еве, заедно со локалните да направиме едни парламентарни, па додиме. Ако сакате, еве, ја нема проблем, одма сега да договориме работа. Para 5 muajve në seancën e parë për pyetje deputetësh, këtë e tha kryeministri Hristijan Mickoski, duke ju përgjigjur sfidës së kryetarit të LSDM-s Venko Filipçe, i cili kërkoi dorëheqjen e tij. Javën e kaluar Mickoski tha se jo të gjitha partitë opozitare kërkojnë zgjedhje të parakohshme dhe përsëriti se nëse pajtohen për zgjedhje të parakohshme, ata janë të gatshme. Këtë e konfirmuan edhe nga partia e tij. Apsolutno ВМРО-ДПМН нема никаква дилема да бега од соочување со граѓаните и нивното мислење кое што се издава на избори. Секогаш сме подготвени да го слушнеме гласот на народот на избори. Edhe pse është e logjikshme që opozita të kërkojë zgjedhje të parakushme, nga LSDM thonë se deri më tani nuk kanë kërkesë të tillë. Такво официално барање досега до sada сама не е доставено, доколку е доставено, ние сме спремни за исто да разговараме и потоа да излеземе со официјален став. Nga koalicioni Vlen mendojnë se nuk nevojiten zgjedhje të parakohshme, pas spekulimeve për ristrukturime të mundshme para zgjedhjeve të mundshme të parakohshme nga ana e ministrit të shëndetësisë Arben Taravari, ai e hodhi poshtë këtë pohim. Nga BDI gjatë muajve të fundit vazhdimisht kërkojnë zgjedhje të parakohshme parlamentare, duke thënë se ky pushtet nuk është legjitim për shkak se pjesë e tij është koalicion me besim më të ulët nga qytetarët.